Përshëndetje, jam Arbi nga Skytech. Sot do të flasim për 007, dronin nga Fixar. Fixar 007 nuk është një dron si gjithë të tjerë që ne kemi parë. Ai është një dron VTOL, që do të thotë fluturon dhe ngrihet pa pasur nevojë për një pistë avionësh. Ka një kohë fluturimi deri në 60 minuta, ka një sistem RTK për precizion shumë të lartë, gjithashtu ka një kamerë e cila është e zvendësueshme. Mund të përdoret për madje gjeodezike, për rilevime topografike, për bujqësinë, për inspektime apo edhe për monitorime. Përveç të tjerësh, ky dron mund të pajiset edhe me një kuti që të mbajë pesha deri në 2 kg. Dizajni i tij aerodinamik e lejon që të fluturojë deri në 60 km dhe të rezistojë edhe kushteve më të vështira atmosferike. Erës deri në 15 metra për sekond, madje edhe shiu. Me një gjatësi krahas prej 1.6 metrash, Fixar fluturon në mënyrë autonome dhe është i programueshëm lehtësisht nga laptopi juaj. Nëse James Bondi do të kishte një dron, ky mini avion do të ishte zgjedhja e tij. Për më tepër informacion mbi botën e dronëve dhe të sistemeve pa pilot, na vizitoni në showroomin tonë dhe na bëni follow në skytech.al.